Hekurudha Kuqezi, që lidh Durrësin me Prishtinën, është cilësuar si një mundësi jetike për zhvillimin e rajonit. Në prezantimin e fizibilitetit të kësaj linje në qytetin e Shkodrës, zëvendës kryeministri Belinda Balluku u shpreh se kjo hekurudhë do të jetë një nyje ndërlidhëse e 3 korridoreve europiane. E kthen kombin shqiptar në një pol magnetizmi për ekonominë dhe për ndërlidhjen europiane. Madje theksoi se do t'i jap një rëndësi të veçantë gjithë zhvillimi gjeopolitik të Europës juglindore. Të gjitha këto janë zhvillime shumë të rëndësishme. Janë zhvillime të rëndësishme infrastrukturore dhe politike për trevat shqiptare. Janë zhvillime të cilat përgatisin vendin ton, Shqipërinë, por padyshim edhe Kosovën, për një kapitull të ri. Në ceremoninë e rastit morën pjesë autoritetet të larta shtetërore të 2 vendeve, si dhe kryetaret e bashkive ku pritet të kalojë hekurudha, si Shkodra dhe Gjakova. Hekurudha do të kalojë nga Durrësi në Shkodër për të vijuar në Gjakovë e më pas në Prishtinë.